E nga viti në vit, Kosova, Prishtina është elektrizuar nga ky festivali. Kur flasim për Sunny Hill, ne zakonisht flasim për artistët e famshëm, për atmosferën që mbizotron për këto net, por edhe flasim për shumë muzikë, shumë artistë të cilët vinë enkas në Kosovë, enkas në Sunny Hill, për të argëtuar të gjithë ata që duan të jenë pjesëmarrës të këtij festivali e që janë të shumt. Por kur flasim sa i përket kësaj pjese, natyrisht se mbrapa festivalit ka edhe shumë hotele që mbushen plot, në anën tjetër ka edhe shumë lokale që presin vizitorë, në të njëjtën kohë promovohet vendi, promovohet Prishtina, promovohet Kosova jonë e bukur, pra mirë pret edhe shumë turistë të cilët përveç se vinë për t'u argëtuar e shijojnë edhe pamjen breslënse që ofron Kosova në vendet e saj. Sa i përket kësaj pjese, për rëndësinë e festivaleve, sidomos të përmasave të tilla, mu kam kënaqësinë që përmes një lidhjeje të drejtë për drejtë, ta kemi zotrin Sabri Pajaziti me cilën do të flasim më shumë. Zotri Pajaziti, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje. Atëherë po flasim për shumë vite me radhë, ku Kosova ka qenë epicentër, po themi kështu, e muzikës, e argëtimit. Si sheh organizimin e festivaleve të tilla në Kosovë? Po, natyrisht, festivalet si pjesë e ngjarjeve kulturore kanë rëndësi të veçantë, edhe për zhvillimin kulturor, por edhe zhvillimin e fusha tjera në Kosovë, edhe fushën ekonomike, por edhe turizmit, çdo gjë tjetër. Të drejtën, unë jam më shumë i përvilizuar nga fusha e filmit dhe teatrit, edhe këtë aspekt kam pas më shumë përvojë, edhe këtë aspekt më shumë kam pas mundësinë edhe me i shëtit disa festivale, me i vizitu, edhe natyrisht njëkohësisht me kriju edhe bashkëpunime të përbashkëta në me të këtyre festivaleve. Që është me rëndësi është kjo që përmendet edhe ju në hyrje të kësaj që përmes këtyre festivalet bëhet një përfaqësim të jetë i mirë i kulturës sonë, krijohet një farë diplomacie kulturore. Shteti tonë kryesisht nga komuniteti i artistëve, po edhe njerëzve që mirën drejt për drejtë me festivale, producentët ose udhëheqësit e këtyre festivaleve. Përmendet ty Sunny Hill është një nivel më të lartë dhe nivel botëror, po edhe këto festivale tjera që zhvillohen në Kosovë, në Shqipëri dhe pjesë tjera të shqiptare kanë rëndësi të veçantë, për shembull edhe Dukufesti e ka bën një input të jashtëzakonshëm edhe në fushën e turizmit përmes fushës së filmit. Po ashtu edhe në Ferizaj kemi disa festivale të ndryshme, disa me karakter ndërkombëtar, disa me karakter kombëtar, edhe këtë farë niveli, secili artist, secili njeri që mirët me këto festivale për e kontributin e vetë. Dhe realisht kur kemi të bëjmë me festivale të tilla, në të njëjtën kohë unë e thash disa herë pasi promovohet vendi, promovohet Kosova, edhe sidomos kur kemi të bëjmë me emra të mëdhenj që vijnë sidomos për herë të parë. Si na sheh bota, si na shohin ndoshta edhe shtetet fqinje kur ne kemi të bëjmë me emra të tillë që vijnë Kosovë enkas. Qoftë në fushën e muzikës, por jo vetëm. Shiko, me gjithë respektin edhe për politikën e përditshme dhe çdo kontribut të gjithë secilit që jep për promovimin e shtetit tonë, kulturës tonë, trashëgimisë tonë, nganjëherë një ndikim i vogël i një ylli si që është Dua Lipa apo Rita Ora, ndikon te i mase, le të themi për shembull vetëm me që kujtohet kur e pa të bëhen një shtërë Dua Lipa, tash nuk kujtohet se në platformë që nuk në kanë njohur, se ka pas ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë botën. Kjo ka të rëndësi. Ne me këto festivale të themi kushtimisht më të vogla që kemi, përpiqemi që të krijojmë një farë profile, një farë pasqyrë për shtetin tonë dhe mendoj që ndoshta duket sikur një pikuj në dete, po ka ndikim pozitiv sepse shoh njerëz të cilët kanë qenë le të themi në festivalin e filmit Film 2013 para 4-15 vite u ka qenë në Kosovë, i shoh sërish që vinë. Arsyeja ka qenë që para të parë kanë qenë në festival ose ka qenë me një koloni artistike që ka një farë lloj ndikimi të festivalit në fushën e pikturës apo në festivalin e teatrit apo festivalit të filmave që marrën në Kosovë, Prefesti, Dukufesti, Anibali e tjera. Edhe ka fusha muzikës natyrisht që kjo ka të mos rëndësi, po unë e thash në fillim që pak më shumë
jam një dëshmitari këtij ngjarjeve kulturore në fushën Po, e e kemi të filmit. qartë, po. Për nëse mund ta bëj një krahasim, për shembull, më kujtohet në Austri, në disa festivale që kam vizitu, festivale jo shumë ndoshta të rëndësishme në fushën e filmit, por në si të jashtëzakonshme në fushën e promovimit të turizmit. Ata përmes shfaqjes së filmave ose krijimit të kinemave ashtu të improvisuara i krijojnë në buzë të disa liçeneve ose lumenjve ku aty ku turizmi është shumë i rëndësishëm për ta. Dhe gjithë ata njerëz që ishin pjesë e festivalit, natyrisht ishin edhe pjesë edhe e vizitave të aty në vendin e trashëgimit kulturore. Ne pak a shumë ky ka qenë edhe modeli se themi që e kemi marrë me implementu edhe në festivalet tona që zhvillojmë apo edhe ngjarje tjera kulturore të këtij lloji. E kur kemi të bëjmë me festivale, qofshin ato të muzikës, të teatrit, të filmit, realisht nuk është se fitojnë vetëm organizatorët në këtë rast, apo jo? Fitimi kthehet edhe në vendin tonë, siç kemi të bëjmë me Sunny Hill, domethënë qofse ti ke vizitor ko pas kohe, sidomos në një numër kaq të madh, natyrisht se kjo e rrit edhe ekonominë e vendit, ndikon në rritjen e saj. Sigurisht, pa dyshim, kjo ka të jetë mos rëndësi. Thënë drejtën, të jemi sinqertë, ne këto festivale që kemi themeluar sidomos festivale e filmit, nuk i kemi pasur që ne kemi pasur më shumë punën e promovimit, po mbas andej i ka ndikuar edhe në punën në ndikim direkt edhe në aspektin ekonomik, siç e thotë që gjithë këta njerëz shfrytëzojnë hotelet, ushqimet, ndajat që i bojnë nëpër qytete, mos flas më për Sunny Hill, që është një festival të jetë masiv me ndikim të jetë lartë, që për njëherë vrejet ndikimi i njerëzve edhe gjithë aty në vizitorët shumë qoftë në aeroportet e Prishtinës apo Tiranës apo frekuentimet që bojnë në Prishtinë. Është për tu admiruar atë masë edhe është një ngjarje kulturore që na bën edhe neve krenar dhe na bën që ti jemi gjithmonë në reprezentues në botën e jashtme. Po çfarë mendoni, a ka Kosova potencial që të organizojë edhe festivalet e tjera, ndoshta të përmasave të tilla ndërkombëtare? Po, padyshim që po, ndoshta ne kushtimisht mund të them që ende jemi në një lloj tranzicioni kulturor ose të festivaleve, jeni dëshmitar që shumë festivale tradicionale janë themeluar dhe vazhdojnë të jenë, disa kanë filluar, kanë ngecë, disa po rilindin, disa të tjerë. Është duket se Kosova është një farë ose komuniteti i organizuesit të një festivale është në kërkim të një identitetit përgjithshëm. Janë disa festivale, për shembull, Hardija Fest, më kujtua këtë moment që përfaqëson drejt për drejt edhe kultura tona bujqësore, por edhe përmes atyre koncerteve masive që organizojnë, bëjnë një sistemi në farë qëllimit të shkonfisht edhe të kulturës, edhe të ekonomisë, edhe të turizmit, edhe ndikimeve tjera. Natyrisht, ndoshta këto festivale tjera nuk janë në nivelin e Sunny Hillit, po thjesht është e natyrshme dhe mundshme edhe kjo me ndodhe festivale tjera. Mos harrojmë se ne gati se me pak si një dekadë jemi pak në qarkullim, është krijuar një hapësirë qarkullimit, sepse deri me tani edhe pas pavarësinë ne kemi qenë kushtimisht të izoluar me mos liberalizimin e vizave dhe kjo ka bërë që shumë aktivitete ose ndërlidhje kulturore me ngesë për shkak të mungesës së komunikimit. Tani është një mundësi e mirë, edhe gjenerata të reja tash edhe po shkollohen edhe po njohin më mirë këto trendet e reja muzikore, gërshëtimin e kulturave, gërshëtimin e trashëgimisë kulturore tonën me ngjarje kulturore moderne siç është Sunny Hill. Mendoj që jemi në rrugë të mirë, po duhet pak si themi kushtimisht durim edhe ka dalë vitet e tashme, besoj që Kosova do të vlojë përmes festivale, sepse është një pikë si themi frekuentuese e turizmit, edhe pse në Kosovë nuk kemi detin, nuk kemi shumë si themi nuk kemi pjesë trashëgimit kulturor ose pjesë turistike siç ka Shqipëria apo vende bregdetare, gjithsesi kanë vërejtur një interesim të mos në fushën e vizitave në pjesë malore, hikingut ose këtij lloji ose
pika të tjera të trashëgimisë kulturore, siç është Rrugova apo Shpella Gandimës apo pjesë tjera të Kosovës. Mendoj që dal nga dal, gjithsesi po ka shumë rëndësi që të krijohet një ngjarje kulturore përmes mbrapa këtyre qëllimeve për të vizuar vendin tonë. Dhe duke marrë parasysh se edhe gati Sani Hill mbush një dekadë, duke qenë se edhe ju vetë jeni merreni me organizimet të festivaleve, çfarë mendoni se na ka mësuar ky festival? Çka na ka bërë të ndryshojmë, ndoshta edhe në mbarvajtjen e organizimeve, por jo vetëm? Ja, të them drejtën, ndikimi direkt i yllit botëror, në këtë rast BSO-ni Dua Lipa, ky është ndikimi i drejtë për drejtë. Ndoshta nuk është mungesa e një organizimi që mund me bënë ne, po natyrisht emri i saj është i përveçëm, do ta pranojmë edhe ky është ndikimi kryesor. Nuk them që s'kemi çka mësojmë, natyrisht që kemi çka mësojmë përveç këtyre festivaleve, po çka është më rëndësi është që ne duhet të shfrytëzojmë këtë përvoja, edhe duhet të shfrytëzojmë këtë ngjarje kulturore që përmes këtyre lidhje të reja. Në shpesh herë më ka ndodhur që kam vizituar le të themi Dukufesin ose festivale tjera, edhe përveç vizitës që kam pas, njëkohësisht kam kriju me njëherë bashkëpunime me njerëz që kam takuar dhe janë kriju rrjete. Se rrjetet janë shumë të rëndësishme në çdo ngjarje kulturore, sidomos në festivale. Mendoj se Sani Hill është një përfaqësim përtej këtyre organizimeve tona, përtej organizimeve ballkanike, mbase është një ngjarje edhe në Evropë se jo. Zoti Parazitit, falenderoj shumë për kohën, ju uroj shumë suksese dhe faleminderit që ndahet këto informacione me ne. Faleminderit shumë, suksese ju. Kënaqësi që të pata në këtë linjë të drejtë për drejtë.